të dëgjojmë nga Krisanthi Kalojeri, astrologe jonë e dashur, e cila është jashtëzakonisht e saktë edhe shumë e zonja për këtë punë. Këtë e konfirmojmë të gjithë ne me leximin e hartave që ajo bën. Këto janë sigurisht parashikime të përgjithshme, për të patur atë parashikimin individual, ajo është perfekte për të patur saktësi precize. Megjithatë, Krisanthi, e nderuar, e bukur, fisnike, jashtëzakonshme, ne jemi gati të dëgjojmë për klimën e javës. Faleminderit shumë, po skuqem, më bën të ndihem keq. Jo, unë e bëj të ndihesh mirë dhe se të kam xhan. E di, jam e bindur, po ti e di, unë jam modeste në vija të përgjithshme dhe me të vërtet astrologjisë jam e përkushtuar, brenda kuptohet. Të kalojmë pak në klimën e javës. Kemi përpara një javë shumë interesante. Duke filluar që sot, Mërkuri kalon në shenjën e Akrepit, dhe sot dhe nesër duhet të jemi të kujdesshëm si përdorim fjalën, por kryesisht në mendimet që ne mund të bëjmë. Ndoshta mendimet tona janë më tepër negative se sa do të duhet, ndoshta disa gjërat kalojnë atë skenën e fantasisë, e cila nuk është shumë pozitive, dhe lajmet që mund të marrin mund të jenë pak jo shumë pozitive, po ndoshta edhe ne në mendjen tonë mund t'i egzagerojmë. Shumë të kujdesshëm në këtë aspekt, të lindurit në ditët e para të shenjave Akrep, Dem, Ujor dhe Luan. Tani, në datën 7 kemi hënën e plot në shenjën e Dashit. Një hënë e plot që na krijon shumë impulsivitet, shumë nxitim dhe entuziazëm. Kuptohet që entuziazmin e duam, sepse pa entuziazëm nuk kemi është nxitje. Dëshirë, është nxitje, por paralelisht entuziazmi duhet të kombinohet me thellësinë në mendim dhe strategji në veprim, pasi Marsi dhe Mërkuri janë në shenjën e Akrepit, ndërkohë që hëna zhvillohet në shenjën e Dashit, hëna e plot. Pra, të veprojmë, të jemi entuziast, po gjithnjë me një plan të caktuar dhe strategjik dhe në detaje, sepse mungesa e planit mund të udhëheqë në mos realizimin e synimeve që ne kemi. Në datën 8, por ky aspekt ka ndikim, fillon që nga data 7 dhe qëndron deri në datën 9, kemi shanse për zhvillime shumë pozitive, ku mund të gjejmë një mbështetje nga një njeri, ku mund të gjejmë një mbështetje financiare, ku mund të gjejmë zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me pronën, dhe paralelisht mund të kemi dhe shanse të mira në jetën emocionale. Shumë të kujdesshëm, të gjithë në fund të javës, pasi fundi javës, të më falni shumë, pasi fundi javës na bën të jemi pak më të mbyllur në vetvete, pak më të ndrydhur, dhe nuk është i përshtatshëm për lëvizje financiare nga e premtja deri të dielën, dhe nuk është i përshtatshëm dhe për marrëdhënie emocionale. Madje disa mund të implikojnë në marrëdhënie emocionale të gabuara, të ndaluara, në thonjë se asgjë nuk është e ndaluar, po ja që personi që ne mund të hyjmë në një marrëdhënie, mund të jetë implikuar në një marrëdhënie tjetër, mund të ketë një jetë jo shumë ndryshe presim, ndryshe na del. Pra, fundi javës pak më të kujdesshëm, dhe për disa vetëse ku marrëdhënia e tyre ka kaluar sprovat, ka dhënë rezultatet, i ka duruar kohës, sidomos për shenjat e tokës dhe shenjat e ujit, mund të përbëj fundi javës legalizimi në një marrëdhënie, ose le të themi ta vendosim këtë marrëdhënie në një bazë akoma më të shëndosh. Dhe kryesoren e lash për të fundit. Kryesorja, pra rezumeja e gjithë kësaj që thash, është të mbrojmë marrëdhëniet dhe bashkëpunimet. Të mos marrim ne marrëdhënie nga ana jonë për prishjen e një marrëdhënieje. Dakor. Të paktën për momentin.
Në rregull, kjo ishte klima e javës, që ishte shumë interesante këtë herë, me shumë këshilla për kujdes për disa gjëra. Akrepi Dashi na kanë bërë ca ngacmime, po themi për gjendjen me sa duket. Hëna në shenjën e Dashit edhe Mërkuri ishte tek Akrepi, ëh, ne i mbajta më të Mërkuri të mirë. Akrepit dhe Marsi të Akrepit, Dhe ndërkohë që Marsi, sot dhe nesër të Mërkuri jemi të bën disa kujdesshëm. aspekte jo pozitive, po shumë të kujdesshëm në fund të javës. Edhe mundet dhe ngana psikologjike thjesht të mos ndihemi mirë. E Mund të qartë, mos ketë një arsye e konkrete. qartë. Blidhemi në shtëpi, gatuajmë, vjeshta erdhi, kështu që ambienti i shtëpisë ndoshta është më i Më mirë se përshtatshëm kudo dhe tjetër. bravo, dhe po nuk kemi psikologji të mirë, lexojmë një libër, s'ka nevojë të flasim. Eksakt, mos komunikoj madje as me të tjerët brenda shtëpisë, se aty ndodh më lehtë në fakt debati se pjesa Ta- tjetër. Prandaj tash lexojmë një libër, shikojmë një film, pim çaj, aspirin, Inexistent. po kemi dhimbje koke. Gjithsesi evitojmë hapjen e E çështjeve debateve. serioze, Mm. sidomos kur bëhet fjalë për lek, ku atje u mbet komplet kontrolli. Më mirë mos flisni fare, prisni javën tjetër të dëgjojmë Ah, si do jetë gjendja. Po, Dhe, dhe një këshill shumë të rëndësishme, po. sot dhe nesër, dhe në përgjithësi gjatë gjithë muajit tetor, mos kërkoni telefonat e të dashurave, të dashurve, të partnerit, se diçka do gjeni. S'është nevoja të E kërkoni bën ti telefonat. Katerina se na Jo, zgjë një kurreshje Nuk, tani unë nuk kështu. e kam kontrolluar ndonjëherë, kam shumë bezdik të gjë, Facebooku, po tani që ose thot kështu Kristiani, më Facebooku. Kristiani, po pati dikush dyshime, ti thua Shiko, më mirë jo, bëj një syqor e një veshurt. Bravo. Tani, çfarë dua të them? Dikush mund të bëj në kokën e tij të thurë një sken shumë të madhe. Edhe të filloj, ja të shikoj kë kam ike në Facebook, çfarë bën në Ti ke, Instagram, çfarë je mesazh. mendimit që mund të trillohen dhe zmadhohen gjërat. Do trillohen, do Ah, okay. zmadhohen, por edhe mund të gjejmë diçka. Madje sot dhe nesër dhe pas nesër mund të jetë dhe ditë e zbulimeve. Kujdes, është nevoja, mbroni marrëdhëniet, ruani marrëdhëniet, jo për gjëra më të vogla fare, prishim. Kristiani, po që për të zbuluar, duhen zbuluar Mirë, gjërat. nejse. Do Tani, bëj e pak lëm. detektiv Katerina, në këtë aspekt. Bravo, është muaj detektivizmit ky, në vija të përgjithshme dhe dëgjoj Katerina, unë të flas si një njeri më e pjekur në kuptimin që kam kaluar nga shumë situata në jetën time. Ndonjëherë njeriu e bën, jemi në një shoqëri që kemi shumë ngacmime. Qartë. Duhet pak të jemi tolerant, jo shumë, jo për gjëra të mëdha, po të jemi pak tolerant. Që të mos keq kuptojmë ato gjërat e vogla që ndoshta nuk janë as pak të rrezikshme. E kuptova qartë. Do shkojmë me një herë tek shenja tani, sepse kemi vetëm nga 1 minutë për secilën shenjë. I dham goxha kohë klimës së javës, kështu që mund të nisim me një herë me Dashin, si thua? Po, të nisim me një herë me Dashin dhe do jem sa më koncize dhe sa më... Të falenderoj shumë. Falenderit. Gati. Po, Dashi, këtë javë duhet të jepni prioritet marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve tuaja dhe të mos veproni me impulsivitet, me nxitim, me atë entuziazmin e tepër që ju bën disa herë të veproni dhe të silleni si fëmijë, pa kuptuar se mund të plagosni ose të lëndoni të tjerët. Në qoftë se keni ndërmend të merrni një iniciativë të madhe, të jeni të sigurt se planet tuaja mund të realizohen. Ndërkohë që do të keni shanse për të zgjidhur çështje lidhur me pronën dhe shtëpinë në datën 8. Në fund të javës, kujdes në marrëdhëniet tuaja, por dhe në anën tuaj psikologjike. Kujdes në punë dhe në ambientin e punës, mos jepni të drejtë të tjerëve për t'ju komentuar ose për të, le të themi, reklamuar, për të mos reklamuar për mirë emrin tuaj. Le të kalojmë tek Demi. Është periudha ku duhet të fokusoheni më tepër në përditshmërinë tuaj, por paralelisht mund të ndjeni me ankth, me stres, ndoshta nga ana juaj psikologjike mund të shikoni gjërat më të zmadhuara nga herët e tjera, prandaj
kujdesuni për psikologjinë tuaj, për shëndetin tuaj dhe gjeni kohën të çlodheni ose të kaloni në intimitet me të dashurit tuaj. Ndërkohë që veproni me takt në lidhje me provokimet që mund të keni me të tjerët, është një muaj shumë aktiv ku do të keni shumë biseda në lidhje me jetën tuaj personale, në lidhje me jetën tuaj profesionale. Në të gjitha këto bisedat të dini dhe të jeni të kujdesshëm se çfarë kërkojnë të tjerët nga ju, por dhe ju pa kaluar atë limitin që gjërat shikoni sikur, si të themi, pas çdo propozimi, çdo bisede fshihet diçka që nuk është pozitive për ju. Pra, duhet të dim ku janë limitet. Në fund të javës, të kujdesshëm në marrëdhëniet tuaja personale, në rrjetin tuaj shoqëror dhe disa nga ju mund të merrni dhe vendime serioze për jetën tuaj personale, në qoftë se marrëdhënia juaj ka arritur në një shkallë të tillë që i Mund ka të merret një kaluar hap tjetër. pengesat. E Po, qartë. sot dhe nesër të kujdesshëm ju të lindurit në ditët e para të shenjës, në bisedat që mund të keni nga të tjerët. Bukur. Pinjakët. Mërkuri, përfaqësuesi juaj, që sot ka kaluar në shenjën e akrepit. Kjo mund të bëjë të ndjeni pak më të mbyllur, të ndjeni pak, t'i kaloni gjërat nga një analizë më e thellë, dhe kjo analiza më e thellë është shumë e mirë kur i përket një projekti pune, kur i përket në përgjithësi një programim më të mirë të së ardhmes tuaj. Ndërkohë që nuk duhet ta teproni me mendime më negative ose me mendime që ndoshta ju çojnë të ndjeni se diçka bëhet prapa shpinës për ju. Është momenti të fokusoheni në përditshmërinë tuaj, të fokusoheni në organizimin sa më të mirë të përditshmërisë tuaj, ndërkohë që hëna e plot në shenjën e dashit ju bën shumë aktiv, ju fton të merrni pjesë në gjithë eventet sociale ku do të keni shanse shumë të mira për të realizuar qëllimet dhe synimet tuaja. Kujdes në fund të javës, ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës, në çdo aspekt të jetës tuaj, varet ku i keni probleme të hapura dhe vendosni një ekuilibër midis jetës tuaj personale, jetës tuaj profesionale dhe mbroni marrëdhëniet dhe bashkëpunimet për të cilët jeni të interesuar. Në rregull. Të kalojmë tek gaforja, një periudhë shumë interesante dhe shumë intensive për jetën tuaj sociale, për jetën tuaj profesionale, për karrierën tuaj, ku ndoshta ka pretendime më të larta këtë herë nga ju, dhe ndoshta ju kërkohet që të vendosni një ekuilibër më të mirë midis familjes, e cila është një preokupim i gjithmonë, do me thënë, e keni këtë preokupimin e familjes, por këtë radhë ka ardhur momenti të vendosni një ekuilibër më të mirë midis shtëpisë, familjes dhe anës tuaj profesionale. Shanse shumë të mira do të keni rreth datës 8 të muajit, ku do të bëni biseda, takime interesante që do të ndihmojnë për parimin, zhvillimin tuaj, dhe të kujdesshëm në fund të javës, edhe pse aspekti mund të jetë i vështirë, ndërkohë që ju ndikojni dhe pozitivisht, Në rregull. mundet këtë pengesat t'i ktheni në pozitivitet. Në qoftë se keni ndërmend të udhëtoni, sigurohuni që të gjitha këto të udhëtimit i keni të organizuara shumë mirë me qëllim që të mos dalin pengesa. Në rregull. Paralelisht, mos keq kuptoni të tjerët. Të kalojmë tek luani. Sot dhe nesër ju të lindurit në ditët e para të shenjës, të kujdesshëm në problemet që mund të lindin me të tjerët, në problemet që mund të lindin me familjen tuaj, por dhe në mënyrën se si ju i perceptoni gjërat, se ndonjëherë ne problemet i krijojmë vetë në mendjen tuaj, në mendjen tonë. Tani hëna e plot në shenjën e dashit është pozitive për ju dhe ju vë përpara projekteve dhe planeve tuaja për të ardhmen, ose planeve që mund të keni për jashtë shtetit, për një udhëtim, për një studim. Kujdes, sepse një
jo organizim i mirë i këtij projekti dhe një nxitim nga ana juaj mund të udhëheq në mos realizimin e synimeve apo qëllimeve që keni. Dakor. Në fund të javës, shumë të kujdesshëm në sferën financiare. Mund të bleni gjërat që janë të domosdoshme dhe të tjerat mund t'i lini nga Për më vonë. nga e hëna. Ndërkohë që kujdesuni dhe për sigurinë tuaj të brendshme. Okej. Të kalojmë tek vytgjeresha. Po. Është momenti të fokusoheni tek sfera financiare dhe kryesisht te detyrimet që mund të keni me të tjerët. Nuk përjashtohet mundësia që gjatë kësaj periudhe të vinë më tepër zarfe që duhen paguar, jo korrendi, uji, siguracioni, bankat, a ku di unë, dhe kjo mund t'ju krijojë një stres dhe një prishje të psikologjisë tuaj. Nga ana tjetër, kujdesi përdorni fjalën sot dhe nesër dhe është një periudhë shumë aktive ku ju mund të promovoni punën tuaj, mjaft këtë ta bëni me strategji dhe me një plan të caktuar. Kujdes në marrëdhëniet tuaja personale, ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës, në fund të javës. Mos merrni vendime përfundimtare për marrëdhënien tuaj, vetëm në qoftë se këto vendimet vinë nga të tjerët ku jeni të detyruar t'i pranoni. Ndërkohë që do keni shanse të mira dhe mbështetje nga një njeri i fuqishëm në datën 8 të muajit. Të kalojmë tek peshorja. Hëna plot përballë jush, vendos theksin mbi marrëdhëniet, bashkëpunimet tuaja të çdo lloji dhe ju fton t'i shikoni ato me një sy më realist dhe por njëkohësisht do të keni dhe shanse dhe për të krijuar marrëdhënie të reja në jetën tuaj. Njëkohësisht mbështetje dhe sukses në jetën tuaj profesionale dhe sociale do të keni rreth datës 8 të muajit dhe të fokusuar në sferën financiare do të jeni gjatë gjithë muajit duke evituar shpenzimet sot dhe nesër. Ndërkohë që në fund të javës, një takim intim, një le të themi problem në përditshmërinë tuaj mund të mos shkojë ashtu siç Në ju rregull. e kishit planifikuar. Të kalojmë tek akrepi, është një periudhë shumë aktive për ju pasi Mërkuri i cili gjendet këtu e kohë në shenjën tuaj, që sot hyn dhe Mërkuri, bën për ju një periudhë aktive. Mërkuri që sot përbën një periudhë ku do të jeni shumë aktiv, jo vetëm të veproni, të bizetoni, të diskutoni, mos vini shumë dyshime në mendjen tuaj, për arsye se ju jeni njerëz që i përpunoni gjërat, mirë është ti thelloni, po ti thelloni me atë pastërtinë dhe qartësinë që duhet të keni. Shumë të kujdesshëm sot dhe nesër ju të lindurit në ditët e para të shenjës, ndërkohë që me hënën e plot në datën 7, e cila efekti i saj mban të paktën për 15 ditë, duhet jeni të kujdesshëm në përditshmërinë tuaj, të kujdeseni më tepër për shëndetin, të organizoni sa më mirë punën dhe përditshmërinë tuaj dhe do të keni shanse shumë të mira në datën 8 ku mund të vendosni me një mik, me njeri të rjetit tuaj social, të udhëtoni, të merrni këshillat e dhura, të bëni një plan të mirë për të ardhmen, ndërkohë që në fund të javës mund ata aspektin që thash pak të vështirë, pak negativ, jeni dhe ju ata që mund ta ktheni në favorin tuaj. Gjithsesi, të kujdesshëm ku mund të dilni me miqe, shok dhe me njerëzit e rrjetit tuaj të mos krijohen keq kuptime. Të kalojmë tek shigjetari. Po. Një periudhë e rëndësishme dhe për ju, ku hëna plot në shenjën e dashit favorizon jetën tuaj erotike, jetën tuaj personale, çështje që kanë të bëjnë me fëmijët tuaj, me planet tuaja krijuese, kjo mund t'ju jap një entuziazëm më të madh se sa do të duaj, por njëkohësisht do t'ju jap dhe shanse të realizoni të gjitha ato në lidhje me fushat që përmenda pak më përpara. Në qoftë se do të bëni një plan sa më të organizuar, do të keni dhe një sukses
në ato, në gjërat që do t'ju preokupojnë. Shumë të kujdesshëm ju të lindurit në ditët e fundit të shenjës, Po. në fund të javës, në çështje që kanë të bëjnë me punën, me familjen, po dhe në çështje që kanë të bëjnë me akset kryesore të jetës tuaj. Në datën 8 do të keni një mbështetje ekonomike në punën tuaj, ose një mbështetje e cila mund të jetë e barabartë me një mbështetje ekonomike. Evitoni pra paskenat, stresin dhe Okej. anfin, dhe kujdesuni të bëni një gjumë sa më të mirë gjatë muajit Në rregull. tetor. 2 minutat e kalojmë fundit tek jemi. Britsjapi, Po. të kalojmë tek Britsjapi, një hëna e plot në shenjën e dashit, krijon një stres ose një ankth më të madh në lidhje me problemet që mund të keni me shtëpinë, në lidhje me problemet që mund të keni me familjen, me pronën, dhe duhet të vendosni një ekuilibër midis jetës tuaj sociale, profesionale dhe jetës tuaj familjare. Okej. Do të keni shanse shumë të mira rreth datës 8, ku këto shanse kanë të, madje mund të udhëtoni me të dashurin tuaj ku mund të vini më afër, dhe ktheni fundin e javës në një favorizim ku të bëni një udhëtim me të afërmit tuaj dhe të vini më afër me njëri tjetrin. Kujdes në fjalën që do të përdorni në fund të javës Okej. dhe evitoni keq kuptimet. Ujori, sot dhe nesër ju të lindurit në ditët e para të shenjës, shumë të kujdesshëm në vendime që do të merrni në punë, mos kërkoni asgjë nga njerëz që janë më lartë se ju, dhe njëkohësisht mos ju impononi të tjerëve mendimet dhe dëshirat tuaja. Ndërkohë që hëna e plot në shenjën e dashit ju fton të jeni sa më komunikues, të bëni udhëtime të vogla, të promovoni ato që ju interesojnë, të rregulloni përditshmërinë tuaj, ku këtu do të keni shanse pikërisht në datën 8 të keni një përfitim financiar nga puna, ose të merrni një mbështetje që do rregulloj përditshmërinë dhe punën Okej. tuaj. Në fund të javës, të kujdesshëm në sferën financiare, mos bëni asnjë lëvizje. Kalojmë tek peshqit dhe do të filloj nga fundi i javës, ku duhet të jenë shumë të kujdesshëm të lindurit në ditët e fundit të shenjës. Mbroni marrëdhëniet dhe bashkëpunimet tuaja, dëgjoni të tjerët me kujdes dhe jepuni një shans të dytë nëse mendoni se marrëdhënia juaj e meriton këtë. Favorizime dhe shanse shumë të mira do të keni në jetën tuaj personale dhe në marrëdhëniet tuaja rreth datës 8, ndërkohë që me hënën e plot në shenjën e dashit, fokusoni në sferën financiare. Kujdes në iniciativat që do të merrni dhe që mund të ketë dikim drejt për drejt portofolit xhepi juaj. Duhet të keni një plan shumë të saktë, sepse rrezikoni që plani që mund të ketë të bëjë me një investim, me hapjen e një biznesi, nëse nuk është i detajuar, rrezikohet të mos ketë pritshmërinë e Jetësinë që duhur. duam. Të falenderojmë shumë, Po. Krisanthi. Faleminderit që na solli parashikimin. Një javë të mbarë Javë të dhe mbarë. kënaqësi e madhe dhe për mua. Takohemi javën tjetër bashkë. Flavia, faleminderit shumë që ishe këtu. Të uroj shumë suksese. Linda, faleminderit. Faleminderit Katerina. Përshëndetemi dhe takohemi prapë nesër këtu në Shi është Pjera TV Klan. Ju përshëndes të gjithë dhe faleminderit që na ndoqët.